dhe më thënë të pres një gjatë, por ka pasur edhe, në Macedoninë e Veriut, ka ndodhur ashtu me kryeministra. Zaev ka pasra, po atëherë ka qenë fillim fare, dhe më thënë, nuk kanë qenë aq njohur këta. Po, atëherë mund të dhe të arsëtohet se s'kanë qenë kaq popularizuar. Po, mirë po, tash është pak interesant edhe unë nuk i di ndoshta zonja Radina i mund të na ndihmon kur bushtetas, kur para se të lidhen me telefon apo me videokall, a koordinohen temat? Pa diskutim. Dhe prandaj, këtu unë shoh një dështim pak më të madh, jo vetëm të kabinetit, por ndoshta strukturave të sigurisë të Kosovës dhe do ishte shumë interesante si do jenë ta zhvillimet pas këtij dështimi, si të thush, qoftë kabinetit qeveritar, ndoshta të strukturave të sigurisë dhe çështje tjera. Këto strukturat të sigurisë si kanë mundur t'ja imponojnë se çka do të diskutojë kryeministri pastaj. Strukturat të sigurisë sa di unë zyrtare më të lartë shtetëror, çdo ditë ju dërgojnë nga një raport sekret mbi çështje të caktuara. Çfarë pushteti kanë ata mbi fjalët që do t'i thotë në një bisedë me një zyrtar, me një lider të një shteti kryeministri. Jo, mendojnë ata që paralajmërojnë që në moment caktuar duhet ta kenë paralajmëruar kabinetin qeveritar se është një fenomen i tillë në rajon ose në botë, në atë formë, se jo për temat dhe për çështjet. Në fakt, nëse mu i mund ndërlidh me Maqedoninë e Veriut, nëse ju kujtohet edhe zoti Haradinaj, ish kryeministri Haradinaj ka rënë në një kurth të tillë dhe ishte pikërisht nëse nuk e gaboj përmes ish kryeministrit Zaev, sepse si që thash edhe në fillim, diplomacia sot nuk është më tradicionale që shkën me filtra dhe komunikim të hierarkik. Se kryeministri Zaev ka thënë rash unë, për le të bjene edhe dikush tjetër. Jo, nuk e ka ditaj, dhe komunikimi ka qenë WhatsApp, nëse e mbaj mend sakt dhe këtu... Në pas raportet mira. Po, flas me një memorje të mjegulluar. Pra, kryeministri Zaev e përfundon bisedën dhe komunikon me njerë me liderët e rajonit dhe u thot kam në linë atëhere Poroshenkon, po, dhe është mirë që të komunikoni sepse keni një mundësi, një dritare që nëse i fiton zgjedhjet, që do t'i fitoj në Ukrainë, do të keni njohjen prej ti dhe pastaj gjithë liderët si zinxhir komunikojnë me ta përmes WhatsApp-it. Dhe kjo ka qenë edhe kurthe... Ma prenk nuk është për aty pas kanë zënë, jo vetëm një klenë si shushuajt nga zoti Buzhali, apo më duke të rënja kryeministri, pas ka zënë një grumbull persish aty për një... Ajo ka qenë telefonat dhe qëllimi ka qenë që të vendoset një tweet, sepse ata e dërguan pastaj në WhatsApp tweetin, thanë, ky është tekstit, lutëm vendosën në shenjë përkrahje dhe ne e vendosëm atë tekst duke besuar që... Ja këni dhënë edhe një vull. Edhe një vull, fatës. Mirë, dhe kemi, nuk ka qenë rëng ose prëng, ne kishim njohjen nga Kenya dje dhe pati një vones, a mund të quajmë vones, të konfirmimit ose të urimit ose të deklarimit të Ministrisë së Jashtme dhe zëvendës kryeministrës në këtë rast, Donika Gërvalla Shvarc. Shumë kush sërish me shpëti, tha se është duke shikuar se cilin flamur ta përzgjedh, por në fakt ndodhi diçka se sërish mund të çojë në një tragikomedi, se nuk u huq kësaj radhe flamuri, por presidenti. Si e patë? Në fakt ishte qëllimshme ajo gafa dhe komplikimi, ndërlikimi që ja bëri ministrja në detyrë e jashtme kritë situatës kësaj njohje që erdhi të shumë pritur nga Kenya. Në fakt duhet të themi që situata është menaxhuar shumë mirë nga si që mund të devijoj edhe më keq, duke i ditur se çfarë njerëz kanë udhëhequr institucionin e Ministrisë së Punëve të Jashtme specifikisht. Unë them që dje ishte një proces shtetëror dhe nuk ishte proces privat siç pretendohej nga disa themi eksponent të diskutimit publik në Kosovë, shihet sidomos përmes komunikatës. Një person privat kësaj radhe e ka marrë njohjen, zoti Pacolli. Megjithatë, ju e shihni nëse mund ta kemi në ekran edhe komunikatën e notës verbale të njohjes, por edhe njoftimin që ka bërë Ministria e Punëve të Jashtme të Kenjas, ku i referohet zotit Pacolli si i deleguar special i presidentës Osmani. Dhe kjo padyshim që nënkupton që procesi është trajtuar në nivel institucional. Pastaj ne kemi përmbajtja e njohjes është shumë unike, sepse viteve të fundit ne kemi parë nota verbale të cilat janë shumë thjeshta dhe nuk janë